E kemi rastin me zotin Haradinaj kur arrestohet Marko Gjurić, që është një demonstrim i prezencës policisë Kosovës dhe zvoglimi i demonstrimit të institucioneve të Serbisë. Pastaj vjen koha e zotit Kurti, ku kemi pra përkeqësimin që folëm me marrëveshjen e Brukselit dhe me marrëveshjen për sekuencimin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit në Ohër. Kemi përkeqësim gjendjes juridike, por kemi përmirësim të gjendjes faktike. Përmirësimi i gjendjes faktike ka ardhur edhe si rezultat i disa veprimeve që i kanë bërë edhe institucionet serbe që kanë pas ndikim Kosovë, po edhe institucionet e Kosovës që kanë qenë me përfaqësim të popullsisë lokale serbe. Pra tërheqja prej institucioneve, prej policisë, strukturave, prej gjykatave, prokurorisë, prej komunave tjera. Nga gabimet e tyre. Po, dhe po që ka qenë favortonin. Po, a duhet t'i jepet dora në thojza, se po flas si titujt e gazetës Blitz? Çto po? Kurtit për punën që ka bën veri, për ndryshimin e situatës faktike. Po Elves ta përfundoi edhe po, të mbritej pika. Gjendja faktike fatkeqësisht është edhe rasti i Banjskas dhe rasti në Ujsjellsin, sulmin në Ujsjellsin në veri, dhe këto kanë kriju një sinergji më pozitive edhe në politikën e brendshme dhe ndërkombëtare në favor të Kosovës. Është fatkeqësi që është vrarë policia Afrim Bunjaku, është heroi i Kosovës, por edhe vendosmëria e qeverisë në institucionet e Kosovës, mos e harroni se edhe Kuvandi i Kosovës ka marrë seancë, unë si njëri prej nënshkruesve të thirrjes së seancës, edhe kemi përkrahur me unanimitet vendimet e qeverisë dhe veprimet edhe për zoti Gashi, në kryetari i partisë tonë ka thonë është si Miloševići. Po ta shumë nuk përfles, unë jam Arben Gashi, sem në kryetari i partisë. Kam qenë kryetari i grupit. Kam qenë kryetari i grupit. Kur thonë unanimitet e kena përkrahur. Në Kuvand, po. Po dhe në Kuvand i kemi bo rezolut. Kemi bo rezolut në Kuvand për ndaljen e zgjedhjeve të Serbisë në Kosovë dhe për ndaljen e referendumit. Kemi bo rezolut për përkrahjen e vendimeve të qeverisë mbas rënjes së policit, pra kemi pas unanimitet në përkrahjen veri. Dhe mund të themi se situata faktike momentalisht është më e mirë se sa më herët dhe është progres. Çashtu qysh ka thonë zoti Glauko Njusa, bravo Isan Mustafa për letrën e Mogherini, çashtu duhet më thonë edhe Hashimit, bravo për shpërndarjen e strukturave paralele ose futjen në sistem të Kosovës dhe qarmatosjen e tyre. Pastaj duhet më thonë edhe Ramushit, bravo për veprimet që i ke bërë edhe për formimin e ushtrisë, po edhe Albinit, bravo se situata